Përshëndetje, kjo është Storytime, kur në flas për ngjarjet që kam pas, klientët që kam pas edhe rezultatin e tyre. Sot desha më t'tregu një mesazh që e pata marr për një klientit që patëm pas një bashkëpunim. Pra emra, pa detaje, vetëm desha me nda se ndoshta dikush është në njëjtin situatë. Ky klient më thiri për shkak që nuk e nike vetë mirë edhe do kemë njëherë me këqyr, çap ishte bllokimet e tina edhe tani mas parashikimet e parë së kontrolles, konsultimet e parë, atëherë vazhdum me punë për mi prish këta bllokimet. Siç mundem me lexu këtu, ky klienti e ka pas do bllokime rreth muzikës, rreth këndimit edhe të lutjes instrumentit. Tash e shen edhe më poshtë tani pri kontaktit ton, mas që kena bashkëpunuar, kena bërë këta punë, ky më kontaktoi dhe më tha, mu ka shliruar çdo sen. Edhe nëse energjitë ishin shumë të rënda, prapse besimi tina, lidhja tina me Zotin, ajo ishte vendimmarrëse për këta ndryshimet që i ka përjetuar. Edhe jo çdo situatë zgjidhet me vetëm energji, por kur është kombinimi i punës emocionale, mendore edhe energjetike, atëherë ka ndryshime shumë të mëdha. Nëse ti gjen përputhje me energjinë ose mesazhin e kësaj video, edhe jeni në situatë të ngjajshëm, mos hezitoni me më kontaktu ose në numrin e telefonit 0033 43 733 394 ose në mesazhe private. Ju mirëpres edhe faleminderit për vëmendje.